Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 30 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje 1907, Honolulu u bë qytet i pavarur. 1910, Betejë e Kaçanikut. 1991, cikloni tropik la të vdekur 138 njerëz në Bangladesh. 1993, u paraqit World Wide Web në CERN. 1993, për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar filloi emetimi Virgin Radio. 1995, presidenti amerikan Bill Clinton u bë presidenti i parë amerikan i cili vizitoi Irlandën e Veriut. 2015, borxhi publik shqiptar mbërri në 1 trilion lekë në drejtimin e qeverisë Rama. Borxhi grumbulluar arrin në 72% të prodhimit të brendshëm bruto. Lindje 1946, lindi Karli 16, mbreti suedez. 1982, lindi Kirsten Dunst, aktore. Vdekje 1945, vdiq Adolf Hitler, politikan gjerman dhe kryeministër nazist. 1945, vdiq Eva Braun, aktore gjermane dhe gruaja e Adolf Hitlerit. 1989, vdiq Sergio Leone, regjisor, skenarist dhe prodhues filmash italian. 2011, vdiq Ernesto Sabato, shkrimtar Argentinas me prejardhje arbëreshe. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Julia Roberts, e cila është një aktore amerikane, interpretimet e së cilës në role të ndryshme e ndihmuan që të bëhej një nga aktoret më të paguara dhe më me ndikim në vitet 90 dhe në fillim të viteve 2000. Megjithse prindrit e Roberts drejtuan shkurtimisht një firmë aktorësh kur ajo ishte fëmijë, ajo nuk kishte përvojë aktrime apo trajnim formal kur u transferua në New York City pas shkollës së mesme për të ndjekur një karrierë në biznesin e shfaqjes. Ajo nënshkroi me një agjenci modelimi pas mbërritjes së saj, por nuk arriti të gjente asnjë punë. Roli i saj i parë në film u shfaq pasi u rekomandua nga vëllai i saj i madh, aktori Eric Roberts, për pak si motra e tij në ekranin Blood Red, një dramë vendosur në fund të viteve 1800. Ajo më pas bërë disa paraqitje televizive përpara se të siguronte rolin e saj të parë kryesor në Pika Mistik. Karriera e Roberts mori hov pasi ajo përfshi në stil manglos, ku shfaq aktore veterane si Shirley MacLaine. Roberts mori një nominim për çmimin Oscar për aktore më të mirë në rol dytësor për portretizimin e saj tronditës të vajzës diabetike të Filed. Në vitin 1990, ajo luajti në Pretty Woman. Një hit i madh, ajo bëri Roberts në emër të njohur dhe i dha asaj një nominim të dytë për çmimin Oscar. Robert vazhdoi të punonte në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve 90, duke luajtur në Flatliners, The Pelican Brief, Diçka për të folur, Mary Reilly, Dasma e miku tim më të mirë dhe Stepmom, për të cilën ajo shërbeu dhe si producente ekzekutive. Jeta e saj personale ndonjëherë la në hije karrierën e saj, megjithatë, sikur martesa e saj shumë e njohur me këngëtarin Lil Lovell përfundoi papritur në vitin 1995. Në vitin 2000, Robert hapi kompaninë e saj të prodhimit dhe po atë vit ajo dha $20 milion për rolin e saj kryesor në Erin Brockovich. Filmi portretizoi historinë e jetës reale të një nënpunësit të zyrës së ligjit, i cili ndihmoi qytetarët e një qyteti të Kalifornisë të fitonin një zgjidhje shumë milionçe kundër një kompanie shërbimesh për problemet shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e ujit të pishëm. Për interpretimin e saj, Roberts fitoi një çmim Oscar për aktore më të mirë.
Në vitin 2006 dubloi zërin për Mary Mangën Charlotte në adaptimin e filmit animuar të librit të dashur për fëmijë White Charlotte Web. Atë vit ajo bëri debutimin e saj në Broadway dhe në 3 Days of Rain, duke fituar komente të ndryshme. Pas kësaj periudhe ajo ka interpretuar në mjaft filma të tjerë. Gjatë karrierës së saj, Roberts i dha mbështetjen e saj organizatave të shumta bamirëse, duke përfshirë UNICEF-in dhe Fondin Amerikan të Ndihmës nga fatkeqësitë e Kryqit të Kuq. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit sapote zezë. Sapota e zezë e pjekur ka një lëkurë të gjelbër në të verdhë, që është e papërpunuar dhe e pangrëndshme, dhe një tul me ngjyrë kafe të errët. Konsiderohet si një alternativë më shëndetshme, pasi ka pak yndyrë dhe përmban rreth 4 herë më shumë vitaminë C se një portokall. Është gjithashtu një burim i mirë i fibrave dhe kaliumit. Sapota e zezë, e quajtur dhe si fruti i shkretëtirës, luan një rol jetik për të përfituar shëndetin e përgjithshëm për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, vitaminave dhe kaliumit. Ajo përmban proteina, kalori, yndyrna, karbohidrate, kalium, kalcium, vitaminë C dhe vitaminë A, vepron si një përforcues imunitar. Duke qenë se përmban një burim të mirë të vitaminës C, ajo ndihmon në ndërtimin e sistemit imunitar të trupit, ndihmon në rritjen e rezistencës ndaj baktereve dhe viruseve. Sapota e zezë mund të jetë një alternativë për ata që nuk i pëlqejnë agrumet. Në 100 gram sapote zezë sigurohet gati 25% e dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C. Si një antioksidant, vitamina C ndihmon në luftën kundër ndëmtimit të radikaleve të lira dhe mbron nga sëmundjet e zemrës dhe kanceri. Ndihmon në tretje. Fruti është i mirë për procesin e tretjes, pasi është një burim i shkëlqyer i fibrave dietike. Përmirëson vizionin. Është një praktikë e shëndetshme për të marrë vitaminën A direkt nga dieta. Një porcion 100 gram sapote zezë siguron vitamina A, e cila luan një rol të madh në ruajtjen e shikimit të mirë. Vitamina A gjithashtu ndihmon në ndërtimin e sistemit imunitar të trupit dhe rrit nxitjen e qelizave. Ofron minerale esenciale. Kaliumi është një makromineral thelbësor që ruan një rol jetik në shumë funksione trupore. Sapota e zezë mund të konsiderohet si një burim i mirë i kaliumit, pasi përmban rreth 350 mg të mineralit thelbësor. Ai luan një rol jetik në zhvillimin e muskujve, ruan ekuilibrin lënd elektrolit dhe kontrollon aktivitetin elektrik të zemrës. Kaliumi mbështet funksionimin normal të qelizave, e cila është arsyeja që mungesa e kaliumit mund të shkaktojë presionin e gjakut dhe probleme me veshkat. Sapota e zezë përmban kalcium, i cili është thelbësor për forcimin e kockave dhe dhëmbëve dhe ndihmon në ruajtjen e kontraktimeve të muskujve dhe kolaugimit të gjakut. Fosfori është një tjetër makromineral që është i pranishëm në sasi të ngjashme në sapotin e zi. Fruti gjithashtu siguron disa elementë gjurmë si hekuri, që luan një rol vendimtar në prodhimin e hemoglobinës. Ndihmon në humbjen e peshës. Sapota e zezë përmban karotenoid dhe kaktina që nxisin lirimin e yndyrës nga qelizat djamore dhe ndihmon mëlçin të shndrojë yndyrën në energji. Fruti është shumë i ulët në yndyrë, por i lartë në karbohidrate. Përfitime të tjera. Aktiviteti antioksidant i sapotës së zezë largon radikalet e lira dhe mbron trupin nga kanceri, sëmundjet e zemrës, goditje në tru dhe sëmundje të tjera. Fruti rrit përthithjen e hekurit, jo hem, dhe nxit shërimin. Gjithashtu ndihmon në ruajtjen e kolagjenit dhe indeve lidhëse në trup. Përmbajtja e vitaminës E në sapotën e zezë është më e lartë se në frutat e tjera tropikale. Aktiviteti antioksidant i vitaminës E ushtron një rol të mundshëm mbrojtës në zhvillimin e sëmundjeve që lidhen me plakjen. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe në zonat juglindore parashikohet të ketë rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius.
ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 13 deri 20 gradë Celsius, Kukës 6 deri 13 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri 18 gradë Celsius, Tiranë 13 deri 20 gradë Celsius, Durrës 15 deri 17 gradë Celsius, Kavaj 14 deri 17 gradë Celsius, Elbasan 14 deri 20 gradë Celsius, Berat 13 deri 19 gradë Celsius, Korçë 7 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 14 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri 17 gradë Celsius, Sarandë 12 deri 16 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare, ndërkohë reshje të pakta shiu parashikohet të ketë në pak pjesë të vendit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 11 deri 16 gradë Celsius, Podujev 7 deri 14 gradë Celsius, Skënderaj 7 deri 17 gradë Celsius, Pej 10 deri 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri 16 gradë Celsius, Gjakov 9 deri 19 gradë Celsius, Malishev 10 deri 18 gradë Celsius, Gjilan 8 deri 17 gradë Celsius, Ferizaj 7 deri 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri 17 gradë Celsius, Prizren 7 deri 17 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale: Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.